Si që dini, komisioni është mbledhur prap pas konfirmimit nga ana e kuvendit, seancës, dhe ajo që mund t'ju njoftoj është që kërkesa dhe rekomandimi i përfaqësuesit të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetit Përparim Gruda, është pranuar, është që të evidentohet saktësisht në proces verbal të raportit që të gjithë ministrat e bashkë me ta dhe kryeministri kanë dhënë ndërheqje individualisht, duke marrur shembull edhe prej praktikës të mëhershme gjyqësore, po përkujtoj rastin e ish-kryetarit Ravecit Qazim Qeska, dhe tani ka një ndryshim të gjendjes legale, ka një ndryshim të rrethanave dhe të situatës, e cila unë besoj që na ka krijuar mundësinë që të procedojmë tutje për ta votuar raportin e komisionit të mandateve dhe për të mundësuar pastaj betimin e deputetëve. A ka hunë ndërheqje që ashtu shkeni kërkuar ju? Ndërheqja është evidentuar saktësisht individualisht në proces verbalin e takimit. Na jemi të gatshëm për zgjedhje, unë e kom propozu edhe datën. Kom pas propozu data edhe vjetë, nuk ja u pat marrë menja, unë edhe si vjetë ja kom propozu datën, kur dojnë, të gatshëm jemi 15 qershori, për mu ende vazhdojnë me qenë shumë i përshtatshëm, bon edhe me në dytë nëse që në gatshëm e njerë. Por një herë të shkojmë ta zhbllokojmë si situatë, se qytetarët na kanë votu për me qenë deputet edhe me i përfaqësu në legislaturën e 9. Nëse dëshirojnë me bloku tutje, unë besoj që ne duhet me zhbloku. Ne sot kemi ardhur me zhbloku, kemi ardhur me dhënë mundësi betimit deputetëve, zgjedhjes të kryetarit dhe të nënkretarëve, për këtë arsye jemi këtu dhe siç po shihni ne ja u dham mundësinë, sepse është propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës ai që u miratua nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe tash po shkojmë për me votu, po e shihni edhe zilja, do të jemi këtu edhe prapë mos mbetemi.